as fondet shtetit, as për hall dhe as për qef. Çdo udhtim privat yni është i paguar nga buxheti familjar, gjithmonë në ekonomik. Tani është momenti të japësh dorëheqjen dhe qytetarët ta marrin Shqipërinë në dorë siç i takon, për një Shqipëri pa korrupsion, ku qytetarët nuk duhet shkojnë çdo të cep botës kurohen, sepse ti e ke lënë mjekësinë në këtë pikë. Jo. Jo, sepse unë jam i lidhur me një kontratë me tjetër kënd, që quhet Populli Sovran i Shqipërisë, me cilin kam firmosur deri në 2029. Dhe dua t'i siguroj këtu të gjithë ata që janë sinqerisht dhe nuk kanë parti apo para nga pas për të yshtur këtë protestë, se unë nuk i ngatroj shqetësimet, hallet dhe zemrimin e tyre me këto personazhe të padinjitetshme që turprojnë me xhelisin ton publik, por me të neutralizuar një të keqe shumë të madhe dhe me shumë koka që e ka kapur përfyti protestën, pa diskutim, që unë do të kthehem drejt masës domethënëse të njerëzve. Të njerëzve pavarësisht nga çfarë ka e vinë që duan dëgjohen, dhe do t'ju them se çfarë kanë kuptuar nga i gjithë kjo nevojë e tyre për të protestuar dhe si mendoj unë se duhen adresuar ato që së brendshmi sinqerisht i thrasin njerëzit drejt protestës, drejt nevojës për të dëgjuar dhe po ashtu drejt admirimit për ata që protestojnë edhe në emër të tyre pikërisht për arsye të kësaj nevoje.